Jo perimetër, po. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Në emisionin e sotëm do flasim për dy ngjarje shumë të rëndësishme dhe shumë senzitive. Në Klin, kolegu Arton Hamiti do ekspozoj disa transakcione të prona në mes të serbëve dhe shqiptarëve, të cilat kanë nxjerrur në rrugë banore të fshatit Zajm. Fjala është për oborët e shtëpive të disa familjeve shqiptare, të cilët në një proces shumë problematik kanë vazhduar të mbesin në pronësi të një serbi. Para se të shkojmë në Zajm, ne do shkojmë në zonën e Leposaviqit, atje do denoncojmë një rast problematik, i cili kishte potencial të shkaktonte probleme serioze dhe ndërretnike. Pas ngjarjeve të vitit 2021 në zonën e Bistricës, në rrugën Mitrovic-Leposaviq, policia e Kosovës ndërtoi një 9 stacion të policisë. Kjo pikë përdoret si një pikë kontrolli policor, ku kontrollohen raste makinat që lëvizin në këtë zonë. Pika u bë problematike pasi në një rast një qytetar serb u plagos nga një polic, i cili tashmë është dënuar për ngjarjen. Në ndërkohë, në raportimet në media që shpërndajnë dezinformata, kjo pikë u kritikua në vazhdimsi si një pikë problematike, në të cilën qytetarët serb maltretohen gjatë ndalesa nga policia. Me datën 13 janar, një qytetar me emrin Sasha Blazhić kishte dhënë një intervistë për Kosova Online. Ai aty denonconte se djali i tij ishte sulmuar në postbllokun e Bistricës. Sipas deklaratës së tij, djali i tij ishte keq trajtuar dhe goditur nga zyrtarët policor në këtë pikë. Eto ovaj mali rekao, policajac taj sa fantomkom, kako mi Vukašin priča, uzeo je telefon, odlepio je nalepnicu, gađao mi Vukašina u facu i moje dete su kratkih rukava izveli prema tamo da imaju onaj ograđeno betonski stup, uhvatili ga za ruku, vukli ga do tamo, tu su ga pretresali, šutirali, bacili mu dokumenta u kola i rekli su mu da može da nastavi put. Nën stacioni i policisë në urën e Bistricës është një hapësirë monitoruar 24 orë nga kamerat e sigurisë. Pas denoncimit, hetuesit e IPK-s dhe prokuroria e Mitrovicës kishin kontaktuar me familjarët dhe kishin marrë deklaratat për lëndimet. Në spital, ankuesi kishte pretenduar se ishte lënduar nga pjesëtarët e policisë. Kjo ngjarje është filmuar në tërësi nga kamerat e instaluar të nën stacionit. Ne kemi arritur të sigurojmë pamjet e kësaj ngjarje, të cilat verifikojnë një situatë tjetër. Pamjet e cilat i kemi siguruar janë të gjata 6 minuta e 57 sekonda. Aq kohë duhen policisë të zhvillojë kontrollin rutinor të makinës. Siç shihet në pamje, makina ndalohet sipas procedurar. Shoferit i kërkohen dokumentat dhe i kërkohet ta hapë bagazhin.
Pasi përfundon kjo procedurë, policia e nxjerr jashtë edhe 2 udhëtarë të tjerë. Të gjithë kontrollohen në kontroll fizike nga një polic i cili nuk ka armë të gjatë. I gjithë kontrolli përfundon pa asnjë rezistencë, shtyrje apo sjellje të jashtëzakonshme. Në pamje nuk ka as hudhje të gjërave e as sulm ndaj asnjërit prej pjesëtarëve të veturës që po qarkullonte. Policia përfundon kontrollin dhe më pas udhëtarët kthehen në makinë për të vazhduar rrugën. Disa minuta më vonë, të rinjet kishin shkuar në spitalin e Mitrovicës. Atje njëri prej tyre kishte kërkuar ndihmë mjekësore me pretekstin se kishte lëndime. Sipas rregullit, kur njerëzit paraqiten në spital si të lënduar, ftohet policia. Disa policë ishin paraqitur për të ekzaminuar situatën. Policët nuk ishin lejuar të kontaktonin me viktimin. Dëshmitarët e tjerë i kishin thënë policisë se personi i lënduar pretendon se plagët janë marrë nga një sulm i policisë. Dosja tregon se në konsulta me prokurorinë në spital ftohen hetuesit e IPK-s. Pas një rezistence me urdhër të prokurorisë, IPK-ja futet në dhomën e spitalit ku e interviston të lënduarin. Ai deklaron se ishte sulmuar nga policia në stacionin e urës së Bistricës. Zotëri Elçani, në mesnatën e datës 13 janar, një qytetar ka raportu se është keq trajtuar nga ana e policisë. A mundesh me na tregu çysh e keni pranuar rastin dhe çysh keni filluar me hetimet? Ne kemi kujdestarët këtu të cilët janë të graduar, që janë vazhdimsi me plane operacionale në plan, edhe e kem pas një prurë këtu i cili ka qenë në spital. Shefi i timit regional më duket ka qenë kujdestar natë, edhe ka qenë në spital vetë. Informacioni ka qenë që një person i rrahun, një djalë i ri, ka ardhur i rrahun në spital. Ka pas shenja në fyt, në kam, në dorë, në diçka çështë. Sipas informacioneve që ky ka pranuar, ato kanë përdor forcë ndaj tij, njësia speciale e cila është në Bistricë. Rruga që shkon për Koshtov, Ceraj, përpjet aty është një pikë statike për momentin, dhe lëndimet janë nga ato njësi.
Policia, unë me njëherë i kom thonë policit që ti shkon edhe këqyre verifikan situatën se si ka ndodhë, e kemi thirrë dhomën komanduse, ata i kanë në komandë njësit speciale që janë aty, kemi shku me eprorët njësive speciale, me hetusin e rastit, me IPK-n e kemi thirrë, me njëherë kemi njoftu, sepse në atë vend kemi pas një situatë ma heret, ma të ndishme, ku ka ndodhur një plagosje një qytetari serb, dhe ku ne si polici kishim dalë keq duke thonë që nuk ka ndodhur. Sepse na kanë thonë policët ashtu. Dhe ne nuk kemi besu që ka mundësi me qenë e pavërtet ajo ku janë 20 kamera aty. Edhe ata gjithë dinë që kamerat janë. Edhe kështu që për mos me bu gabimin e njëjtë, edhe pse mediat janë nisë me na thirrën, mediat serbe këtu, ju thamë që ka dalë të marrim informacione se çka me të vërtetë ka ndodhur, ta verifikojmë situatën. Ata kanë shku aty atë natë, me njëherë i kanë pa që çdo gjë ka qenë rregull. Mirë po kam bet edhe me intervistu personin. Mirë po kjo nuk ka qenë pjesë e jona. Ka qenë pjesë e IPK-s dhe IPK-ja është marrë me prokuror me këtë rast. Pse është ndalë ky qytetar ose ata qytetarat natë? Pse ndalen në këto pika kontrolli? Pikat e kontrollit në veri të vendit janë me plane operacionale, çdo gjë dyshim që besohet që është dyshim ndalohet, verifikohet, është një kontroll rutinë e cila zhvillohet sikur po zonë Prishtinë që ka ndonjë plan operacional, ose shihet që është diçka e dyshimt nga policët e cilët janë duke patrullu, edhe ka arsye me të ndalë. Nëse një kerr nuk ka duke lëviz mirë rrugës edhe lëviz son të mojnë son djathtë, policia ka obligim me nal e me kështu çka po ndodh. Ajo pikë është pikë strategjike për neve. Ajo pikë do të jetë në stacion i policisë, ajo e Bistricës së Cerajës, e cila është nalt vjen poshtë, ajo është në stacion. Mirë po çdo gjë që është e dyshimt ndalohet, verifikohet, kontrollohet. Mirë po jo tash me përdor forcë, me përdor dhunë ndaj personave që na i ndalojnë. Departamenti i Hetimeve, përkatësisht udhëheqësi i divizionit përkatës, të cilin e mbulon Mitrovicën në veri, është informuar nga zyrtarët policor se një qytetar ka parashtruar ankesë se është keq trajtuar nga zyrtarët policor në një pikë kontrolli. Dhe i njëjti gjendet në spitalin rajonal në Mitrovicën në pjesën veriore. Atëherë është udhëzuar udhëheqësi i divizionit së bashku me hetues të del në vendin e ngjarjes dhe të shikojë se për çka bëhet fjalë. Hetuesit e divizionit veriu pas pranimit të kësaj informate kanë shku në spitalin rajonal, ku fillimisht kanë pas pengesa nga stafi dhe nga prindi i ankusit. Po, ajo që ka qenë shumë e rëndësishme me ushqyrtu në këtë rast është që fillimisht nga ana e stafit, po edhe mjekut kujdestar, është tentu që të parandalohet ose të pamundsohet zyrtarëve policor, po edhe zyrtarëve të inspektoratit policor që të kenë komunikim të drejtë për drejtë me palën. Kjo mbi bazën e arsyes se pala gjendet në një gjendje jo të mirë në raport me aspektin psiqik, dhe rrjedhimisht është kërkuar që mos të pengohet i njëjti dhe mos shqetësohet në raport me çështjen e paraqitjes dhe marrjes pyetje nga ana e inspektoratit policor. Unë më njëherë kam kërkuar nga inspektorati i policisë që drejt për drejt këtë lloj komunikimi ta marrin prej palës e cila ka paraqitur ankesat fillestare dhe rrjedhimisht kam kërkuar që asnjë person ndërta dhe zyrtar në këtë rast stafi po edhe mjekët mos të pengojnë punën e inspektoratit policor, përndryshe do të iniciohet procedurë penale edhe për ta, sepse kjo formë e veprimit në vetvete paraqet një formë që pengon procedurën e të provuarit dhe rrjedhimisht me qenë se pala ankuese ka qenë madhor, i njëjti këto shqetësime kam kërkuar që t'i paraqet vetë pranë inspektoratit policor. Dhe mbi bazën e këtyre autorizime, inspektorati policor më njëherë ka shku, ka hyrë brenda spitalit, ambienteve ku ka qenë duke qëndruar pala ankuese dhe ka komunikuar drejt për drejt me to, i cili fillimisht i ka paraqitur disa shqetësime se i njëjti gjatë një ndalese nga ana e policisë Kosovës është keq trajtuar, gjithsesi se ka psu lëndime trupore në pjesën e qafës, brylit të dorës së djathtë dhe dorës së majtë, saktësisht edhe në këmbë. Përshkrimi i ngjarjes nga i lënduari nis të verifikohet nga hetimet. Prokurori urdhëron të merren kamerat e sigurisë nën stacionit. Ato tregojnë një situatë krejt tjetër prej asaj çka kishte dhënë deklaruesi. Kur është mri me u intervistu ky person? Atë natë
personi, ankusi i referon atë gjithë një, është kontaktu, është bisedu verbalisht pa proces verbal, është pyet se ku me cilë zyrtar policor kanë qenë, ajo ka spjegu që me një pikë kontrolli tek ura e Bistricës, ka qenë me disa shok dhe ka pretendu se është përdorë dhunë fizike nga pjesëtarët e policisë të Kosovës ndaj tij edhe ndaj një shoku të tij. Po fatmirësisht hetusti i IPK-s po atë natë janë siguru me dalë tek vendi i ngjarjes ku ankusi ka pretenduar se është përdorë dhunë fizike ndaj tij dhe kanë shku, kanë vrejt që kem kamerat sigurisë, kanë bërë tërheqjen e këtyne kamerave të materialit nga kamerat e sigurisë, gjithë një me urdhër të prokurorit kujdestari cili është morë me këtë çështje dhe qysh në ditën e parë e kem pa që nuk kem bëjmë me ndonjë përdorim force nga ana e zyrtarëve policor, po as ndonjë sjellje të pahishme të zyrtarëve policor kundrejt këtyne qytetarëve. Në fakt, në momentin që ne kemi thonë ka dalë medjave, do të më shku pak ma ka dalë, ma qetë, ta shohim se çka me të vërtet ka ndodhur, ne kemi një komunikim shumë mirë me mediat këtu, edhe kemi treguar që ndoshta nuk është pa shkrejt qysh po thotaj. Për arsye se fillimisht kemi thonë kërkojmë kohë me shikues, ka kamerat kanë qenë duke punu, edhe ata e kanë pas seriozitetin tonë. Kështu që gazetar për shkak ka pas rast ku na kanë thonë që në momentin që e kemi parë reagimin e hetusit aty që thotë ka dalë, du të më shku ka dalë për me tregu se çka me të vërtet ka ndodhur, ta kemi ditë që nuk ka krejt çush po thuhet. Po e jona nuk është me debatu çka ka thonë ai, çka ka thonë ky. Jona ka qenë shumë e rëndësi me faktu ato çka ka ndodhur, duke ditë që janë edhe kamerat. E jona ka qenë momentin që kemi pranuar informacionin, çka me vepru, si me vepru. Me njëherë kemi shku te vendi atje, kemi njoftuar me njëherë IPK-n, kemi shku me IPK, me hetus, në konsultim me prokuror, dhe me thonë ne kemi qenë të interesuar me ndriçu të vërtetën. Kur gjë tjetër. Unë pasi ja kam dhënë autorizimet në raport me sigurimin e provave, të njëjtit kanë kërkuar nga ana e njësive tjera përcjellëse që të sigurohen videoincizime se në vendin ku është ndaluar ky qytetar, gjithsesi që nga momenti kur është ndalu automjeti e deri tek pjesa kur është liru për me vazhdu rrugën e tij, e gjithë ngjarja është e mbuluar me kamera. Kjo kamerë ka pasur mbulueshmëri të tërësishme të rastit dhe rrjedhimisht pas saj unë kam kërkuar që këto videoincizime të sigurohen dhe të njëjtat janë siguruar nga ana e policisë. 2 ditë më vonë me urdhër të prokurorisë dhe në prezencën e një avukati, ankusi riintervistohet. Ai në deklarat përsëri pretendon se është sulmuar ai dhe një bashkëudhëtar i tij. Që ditën e parë para deklarimit të tij në cilësinë e ankusit e kem pa videoincizimet, që nuk kem bëjmë as pak me një keq trajtim apo sjellje të pahishme. Ne kemi intervistuar ato në cilësi të dëshmitarit të ankusit. Ajo është deklaruar mbi pretendimet e tij se në kohën e caktuar, datën e caktuar dhe vendin e caktuar, zyrtarët policor të policisë së Kosovës kanë ushtruar dhunë ndaj tij, po ashtu edhe ndaj një shoku të tij. Edhe me materialin, fjalë me deklaratat është njoftuar prokurori i çështjes. Në ndërkohë me urdhër të prokurorit Prekazi, IPK urdhërohet që palës dhe avokatit e tij t'i shfaqen pamjet e kamerave të sigurisë, me kërkesë që të gjendet momenti kur policët e kanë sulmuar. Është ballafaquar me video, i ka pa ato, e keni pyetur se në cilin moment sakt çka ka ndodhur konkretisht? Qytetari është ballafaquar me video, është ballafaquar pas 2 ditë masi është intervistuar. Krejt kjo 2 ditë ka rrjedh për shkak kërkesave të qytetarit, sepse derisa të jetë i gatshëm mentalisht dhe fizikisht që të intervistohet nga ana e hetuesve të inspektoratit, kur është ballafaquar me videoincizimet kur ka pa, atëherë qytetari ka kërkuar ndjesë për veprimet të cilat i ka bërë. Dhe mbi bazën e kësaj, pasi që është marrë në pyetje në prezencë të avokatit mbrojtës të angazhuar sipas vullnetit të tij, i njëjti është marrë pyetje nga ana e inspektoratit policor, ku gjatë deklarimit, gjithsesi marrës pyetje, janë shfaqur dhe videoincizimet
dhe është ballafaquar me këto videoqizime dhe është pyet, na tregon se në cilën pjesë ke pranu këto lëndime, na tregon se në cilën moment zyrtari policor ka godit, siç ka pretenduar me armë njërin prej bashkëpunëtorëve të tij, por që në asnjë moment nuk ka arrit që të vërtetojë një fakt të tillë. Në njëjtën kohë është arrit ajo që të vërtetohet, për cilën edhe deklarova paraprakisht se zyrtar policor nuk ka ndërmarrë asnjë veprim, gjithsesi nuk kanë dalë asnjëherë jashtë autorizimet e tyre ligjore. Në zonën e njohur si ura e Bistricës, njëri nga komuniteti serb kishte denoncuar se policia e kishte sulmuar fizikisht. Ngjarja ku ai pretendon se ishte sulmuar ishte e filmuar nga kamerat e sigurisë. Analizimi i materialeve shfaq një realitet tjetër. Ankusi i përballur me pamje pranon se kishte denoncuar rrejshëm ngjarjen. Ankusi, qytetari, ka pranu gabimin e tij, ka kërku falje hetuesve të Inspektoratit Policor Kosovës, ka kërku falje për pjesëtarët e Policisë të Kosovës, të cilët kanë deklaruar rrejshëm, ndërsa qëllimin nuk e ka cek pse ku ka dashur me dalë me këtë deklarim të rrejshëm, por sidoç tjetër ai do t'i bart pasojat ligjore lidhur me këtë deklarim të rrejshëm. Prandaj, kur është ballafaquar me këto prova, me këto fakte, i njëjti ka pranuar çështjen se i njëjti ka bërë lajmërim apo kallëzim të rrem, ka pranuar se sipas tij, pas ngjarjes kur e ka ndalë policia, i revoltuar nga kjo ndalesë apo rrethana të tjera të ngjashme, ka dashur që të lajmërojë një rast ndaj zyrtarëve policor dhe rrjedhimisht mbi bazën e këtij të deklarimi rezulton se i njëjti ka kryer veprën penale për çka dhe prokuroria e shtetit pas ndërmarrjeve të tjera të veprime të tjera hetimore, do të shqyrtoj edhe rrethanat për arsyen, gjithsesi motivin i cili ka shtyr për me paraqit një rast të tillë penal, për të njëjtën kohë do të tentojmë që të sigurojmë edhe prova mbi bazë të cilat do të vërtetohet se nga kanë ardhur ato lëndime, të cilat i ka prezantuar dhe që kanë qenë vizualisht të pamura. Pasi që ne i kemi shqyrtuar gjitha këto prova, këto rrethana, mbi gjitha videoincizimet, unë me njëherë kam autorizuar në Inspektoratin Policor që të iniciohet procedurë penale për lajmërim apo kallëzim të rrem ndaj palës e cila ka bërë një lajmërim të tillë, i cili është vërtetuar në tërësi se është i rrem. Sipas ligjit ndaj ankusit Vukashim Blazhić, IPK ka ngritur kallëzim për deklarim të rrajshëm. Ne kemi kontaktuar me të, por ai ka thënë se nuk dëshiron të flasë rreth kësaj ngjarje. Ne atë kemi pyetur edhe për deklaratën e babait të tij, por ai ka thënë se asaj nuk dëshiron të flasë. Halo, gospodine Blažević, izvini, bio sam na sastanak, morao sam da izlazim iz sastanka. Moje poštovanje, kako se zove, ja sam kada vam kažem sad, probudio sam se, vidio sam poruku, čuo sam se sa svojim advokatom, rekao mi je advokat da ne dajem, zvali su me i naši novinari, rekao je da našim novinarima ne dajem intervju i pitao sam sad za vaše novine, rekao mi je ništa da ne bi napravio problem sebi pošto je suđenje u toku, toliko mogu da vam kažem. Da, znamo. A šta beše sa tvojom ocem? Može on da nas nešto kaže oko deklaraciji koju je dao Kosovo online? Ne, kako se zove, advokat je rekao i meni i tati kad smo bili na sastanku, I tebi i da ne tati. dajemo. Shikues të nderuar, pamjet filmike të kamerave të sigurisë na kanë dëshmuar se një denoncim për dhunë policore ishte jo i saktë. Lajmi se të rinjët ishin maltretuar është transmetuar në një varg mediash në Serbi. Ato edhe pas lajmërimit se prokuroria e ka holumtuar deri në fund dhe nuk ka gjetur dhunë, vazhdojnë ta mbajnë lajmin në faqet e tyre, pa vendosur shënim se denoncuesi kishte kallëzuar rrejshëm. Ky rast na dëshmon edhe një herë se përdorimi i teknologjisë dhe kamerave të sigurisë është i domosdoshur për punën e institucioneve të sundimit të ligjit. Ne do vazhdojmë të raportojmë për secilin denoncim që vjen nga brutaliteti policor apo edhe për situata të ngjashme. Tani siç e paralajmërova në fillim të emisionit, do shkojmë në Klin. Atje kolegu Arton Hamiti ka gjurmuar për problemet që i kanë shkaktuar komunitetit transaksionet e prona në mes të disa qytetarëve serb e shqiptar.
që nga vitet e 60-ta në fshatin Zajm të Klinës, në zonën që po shihet në këto pamje, ishin vendosur familje Dobrani, Zogaj, Morina e disa familje të tjera. Aty, ata u vendosën në pronat e blera nga banor serb lokal. Si që shihet në pamje, në zonë ka të ndërtuara shtëpi të cilat qëndrojnë aty për disa vite. 3 familjet u vendosën aty duke blerë pronë sipas rregullave tradicionale të kohës, por pa përfunduar kontratat e shitblerjes. Ata jetuan aty pa u penguar nga pronarët e tokës e as nga pushtetet e asaj kohe. Të dhënat tregojnë se pengesa nuk pati as gjatë kohës së Miloševićit. Shumë vite më vonë, në kohën kur Kosova u bë shtet, ndërtoi institucione dhe ndërtoi kadastër funksional, banorët janë në hall me pronësinë. Njerëz nga Kamenica, Gjakova, Deçani dhe Peja u shfaqen me pretendime se pronat tashmë janë të tyre. Dosjet në kadastër tregojnë se pas vitit 2020, pasardhësit e serbëve u kthyen në Klinë dhe me disa akte notariale i trashëguan pronat, i regjistruan ato dhe i shiten tek disa shqiptarë. Procesi u zhvillua edhe përkundër faktit se banorët jetonin e ato prona për më shumë se 50 vite. Këtë pronë e kom gjetë tablën, pronë private edhe numri telefonit. Vazhdova me thirr atë njerin telefon në bazë të tabelës që e kom gjetë. Ai mu përgjigj tha është prona jeme, tha e kom ble. Kush ke ky person? Muharrem Berisha, Muharrem Zemer Berisha i Sferkës Stat. Edhe thash si e ke ble qysh tek si adin tu konsultu me to, tha ka orë Serbi pe Serbije ma ka shit. Fakt, këto prona, kjo edhe këto mrapa shkashien janë kanë kena ma herët torë, po i kena agjallarët i kanë shit ato, po i në konkret, dhe në fund tani në i. Nga gjyshi jo një të rëshegojna. Gjyshi... Kur e ka ble gjyshi këto pronë? 1958. Gjyshi Behram Dobrani ka ble prej Milovan Bojković. Dosjen cilën e kom bon për kthimin e kësaj prone, kësaj këtu, e kom bon të deklaratën në nënbetim të noteri Granit Gërvalla në Klinë. Për të njëjtat parcela, me të njëjtat prona, do me thonë, Muharrem Berisha, Bashkim Ahmeti, kanë shku të njëjti notar, njëjtën procedurë, i kanë qetërsu pronat, cilat i trashëgojna nga gjyshi jonë. Nuk është e vetmja pronë kjo, cila u qetërsu, po janë shumë prona në përzajmë. Po flasim konkretisht për pronën cilën ju pretendoni pra që është ble në vitin 1958 prej gjyshit ju. Po. Çfarë dokumentesh keni që e vërtetojnë pra që gjyshi juaj e ka ble këtë pronë në vitin 1958? Në atë kohë, në 1958 kanë pasë një kontratë me shkrim, se nuk kanë pasë drejten me përkthy sikur tash që është e drejta, nuk kanë mujtë. Në atë kohë kanë bo veç me shkrim. Kurse gjatë luftës 99-98, na kena ikë prej luftë e na dalë në Shqipni, edhe nuk i kena gjetë ma të dokumenta. Kena dokumentacion, e kam librezën, posedoj librezën e tatimit, në atë kohë në tho Porez, librezën, cilën ka pagu baba Porez. Në 87-ën e kem dokumentin se e kanë gjitë baba orën e rrymës, kam dokumentat. I kam plot dokumentat vjetra, cilat i posedojnë në atë kohë. A kontrata, konkretisht kontrata e si kanë bo me shkrim, në atë kohë nuk i kena gjitë, ma nuk i kem ato. Kanë hup, i kanë kallë shpijat, s'kena mujtë me i gjetë mo. Kur e thërt ju numrin e telefonit që e keni gjetë këtu në këtë pronë, cili ke shpjegimi i Zotit Berisha? Zotri Berisha tha,
Nuk kam qef me më shqetësu, nuk kam qef me më thirë, tha për këtë punë, se kjo pronë e jam, ja tha unë e kom ble, tha pe pronarit. Në fakt, aj cilin Muharrem Berisha, aj nuk e ka ble hiq, aj ka bo autorizim ma falc. Ka bo dokumentacione të falsifikume, se edhe prej ati personit cilë deklarohet Muharrem Berisha si e ka ble, aj nuk është as pronar, Peter Bojković, si mas agjallarëve të mi që kanë tregu, Peter Bojković në atë kohë ka kënë fëmijë i vogël. Kur e kena ble pronën babgjyshi prej Milan Bojković, prej babajt tina. Në një bisedë telefonike, Muharrem Berisha nuk pranoi të ndaj shumë detaje, por tha se pronat i ka blerë bazuar në ligjet në fuqi dhe është i gatshëm të bisedojë me banorët. Për blerjen e këtyre pronave, Berisha tha se tashmë është intervistuar nga policia e Kosovës. Unë ata më ka lajmëruar në polici. Unë i punë kom japë dhe deklarat në polici. Taj për këtë me letra, unë jam këtë në regull. I kom thonë qka keni ju të qka që keni dokumentat i qka gjyqi është që i kryjnë ato punë. I kom thonë unë jam mas juve, qka të ka nevoj, unë e feti me letra në regull. Thonë që keni ju dokumentat që i qka, ose prënojnë që i kom blerë në peti ta bi në klinë aty, uli ju merë në vesh me ta. A i mu me këtë në po, ato një këtë tuk, ato një këtë jëmë në stanë në regull. Ata po thuj në jena pronari, kemi blerë në vitet e 60-a. 70-a. Thonë të petë kjere ki fjallë që tusha, po kuptër. Unë ju kam thonë të zëtë një nëse ke ble, lajmëru aty është të një gjëhë, aktiv letra ki dokumenta ti e merë pronën. Kom thonë edhe në qëfëse si ullim të olinë folim, jo s'ullim me ty pse ke ble. Ta shumë nuk mujë për shamë dhe si e ble të prona nuk mujë me s'ku me vetë këtë janë. Kur e keni ble ju për shamë pronën aty? Pa i tash ti më sinë fort pella, po kuptën kur e kom ble, shka kom bonë të kom bonë, po kuptën. Se nuk kom në kur farë përgjëstime të jap ty, apo dhe ti shka me trajtu ligji, trajtën të sana, aty të komenta të jenë sana që krynë punë dhe këtë jemë regull, edhe të përshëndes kale mirë. Mesh Muharrem Berisha nuk tregoj se nga kush i ka blerë pronat, ne kemi siguruar një akt vendim për kalim të trashëgimis nga Milovan Bojković tek djali i tij, Peter Bojković. Parcelat të cilat përmes këtij akt vendimi kanë kaluar në pronësi të Petar Bojkovićit pas vdekjes së babait të tij, janë të zonës kadastrale Zajm dhe janë pikërisht këto për të cilat pretendojnë banorët. Akt vendimi është përpiluar nga noteri Bedri Godanci me 24 korrik 2017. Jeton Zogaj është një tjetër banor i fshatit Zajm i cili pretendon se një pjesë e tokës së tij ku edhe e ka shtëpinë ka kaluar në pronësi të Bashkim Ahmetaj. Shtëpia është ndërtuar shumë vite më parë dhe tash prona figuron në pronësi të një pronari tjetër. Na jetojmë ne se baba tot prona i ka blerë 1979. I kemë do dokumenta që na vërtetojnë këto. Edhe jemi në procedurë për kthimit, se kena pas kushtet deri tash me 24 maj 2021 kena filluar me procedurat për kthimit toka. E në ndërkohë ka ardhur dikush edhe ka përkthy tokën tonë, e na jemi procedurë për kthimit. Kur e ka përkthy ky person që ju po thoni? Toka jonë o përkthy me 17 dhjetor 2025. Ndërkohë ju keni qenë në procedura prej vitit 2021. Po. Prej 24 maj 2021, që kena fillu procedurat e përkthimit, aja ardhë me 17 dhjetor të vitit kalur, 2025, i ka përkthy tokat pa ditë në gjanërit. Kush është ky person edhe çush e keni marrë vesh? Na fillimisht e kena marrë vesh për një kojshi Jezus, kur a qunë më njëse ka pali tabel që ka shkru aty pronë private me numër të vojt, e ka thirë, ka thonë, i kom përkthy tokat. Edhe na ka tregu edhe neve, këtë shatit, jena shku në komune, këna lyp të katastri, kur këna po, edhe toka jonë është përkthy një pjesë e tokës tonë, ka dalë namën të Bashkim Ahmetaj. Çfarë dokumentash posedoni ju që atëherë e keni blej këtë tokë?
Dokumenta kena, ne që ato të para luftës në kanë djekë, veç prej mas luftës kemë atë që pagujmë të teme sane, për shtëpia, për të se kjo e trollë, që të shinë edhe për mra pa shtëpia është, që kemë edhe shtëpia për para luftës që ka qenë, amarohë në 89-ën këtë shtëpi, dhe mon kjo është prull e jona, kemë edhe këtë fshatin dëshmitarë, nuk është që në ardhje, i të kuptu. Unë jem lirë 1981, kam lim të. Personi që pretendohet se e ka blerë pronën është Bashkim Ahmetaj. Ai është nga Deçani. Në kontakt me ekipin ton, ai thot se tokat i ka blerë nga Muharrem Berisha. Do të thot, unë jem blerë prej Muharremit, tjetër nuk njoh në person tjetër. Unë jem ai që e kum blerë prej Muharrem Berishës, disa sa jemi të qartë. Kur e ke ble parafërsisht? Nuk s'kem s'ka na me qumë agat aty sa në qenë procedura të rregullta çdo sen edhe ma s'kisha dosht me i ma ëllësisht. Se ata i kanë bo dëzhur ma pa lidhe që ka mujt mu konë punë e kry me çdo sen. Po të njës nuk as që du mu merë ma qeshtje deri në gjyq. Gjyqi i sqaron çdo detaj. A jeni kontaktu prej policisë? Tash sfundmi? Jo, s'kom arsye. Kontratat në këtë rast janë zhvilluar tek noteri Granit Gërvalla. Ai konfirmoi se ka zhvilluar procedura me palë të përfshira. Ai tha se disa prej banorëve në zyrin e tij kanë përpiluar deklaratat në mbetim, të cilat janë kërkuar nga agjencia për krahasim dhe verifikim të pronës. Por sipas tij, procedurat për bartjen e pronësisë kanë qenë duke u zhvilluar pranë kësaj agjencie, jo para tij si noter. Deklaratat në mbetim përbën deklaratat të njëanshme të vullnetit të palës, të cilat noteri vetëm i vërteton dhe i merr në mbetim nga pala deklaruese. Theksoj se me anë të deklaratave në mbetim nuk mund të bëhet ndryshimi apo bartja e pronësisë pranë noterit. Sa i përket pretendimeve lidhur me nënshkrimin e kontratës së shitblerjes për një parcelë e cila ndodhet në fshatin Zajm apo cila do parcelë, sqaroj se dokumentacioni për çdo kontratë të përpiluar në zyren time ka qenë i plot dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi, ashtu siç kërkohet për lidhjen e kontratave të shitblerjes nga noterët, në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse. Përkatësisht, fleta poseduese e pronarit të palojitshmërisë së bashku me kopjen e planit, certifikata martesës së paleve shitse blerëse, vendimi i trashëgimisë në rastet kur prona është e deklaruar si e fituar me trashëgimi, dokumentet e identifikimit, letërnjoftimet e paleve kontraktuese. Theksoj se ne, si noter, nuk kemi kompetencë ligjore apo detyrim për të verifikuar në terren se kush i shfrytëzon parcelat apo të kujt janë. Pasi, pronësia vërtetohet dhe argumentohet vetëm përmes fletës poseduese dhe dokumentacionit përkatësës pronësor, ashtu siç parashihet me ligj. Pronat ku janë ndërtuar shtëpit e të cilat ishin shfrytzuar nga banorët e fshatit Zajm të Klinës kanë kaluar në pronësinë e disa personave të tjerë nga vendet të ndryshme të Kosovës. Pronat që ishin në emër të shitësve, të cilët ishin tek komuniteti serb pas vitit 2017, u shiten tek disa shqiptar të tjerë, edhe përkundër që banorët ishin në procedura për të zhvilluar regjistrimin e tyre për shkak se i shfrytëzonin ato për më shumë se 50 vite. Transaksionet në librat e kadastrit u zhvilluan në Klinë. Nikson Daka, drejtori i kadastrës në komunën e Klinës, nuk dha sqarime konkrete, por tha se drejtoria që ai e udhëheq ka vepruar në përputhje me ligjin. Lidhur me çështjet e pronave në lokalitetin Zajm, ju informojmë se drejtoria për katastër, gjeodezi dhe pronësi ka vepruar dhe vepron në përputhje të plot me ligjin për katastër, ligjin për procedurën e përgjithshme administrative dhe legjislacionin tjetër përkatës në fuqi. Të gjitha ndryshimet e realizuara në evidencat katastrale, përfshirë edhe ato që ju i përmendni, janë kryer sipas procedurës së rregullt ligjore, mbi bazë të dokumentacionit që ka pasur fuqi juridike dhe ekzekutive në momentin e regjistrimit. Derisa për pronat të cilat i trajtuan më lart pretendohet se janë blerë nga Muharrem Berisha e Bashkim Ahmetaj në fund të vitit 2025, një pronë tjetër në Klinë u ble vite më parë. Aslan Morina pretendon se në fund të procedurës për ta përkthyer tokën,
kishte kuptuar se 2 hektar mal kishin kaluar tek një person që nuk e njehte. Sipas tij, Gjevdet Bunjaku e kishte blerë pronën e tij dhe derisa kishte mas të përkohshme, e kishte kaluar në pronësitë e Besfort Kamerit. Tash na kur kena ardhën, e kena blerën që të mal, që shpashihet, se e kem këtë përballë, e kena blerën 73-at, pera dhe Sav Gjokiqit. Edhe kena hinë procedurë 2018-ën, mi përkthy gjitha prunat. A mojtë seanca parë, seanca dytë. Seancën e tretë, kur kena bon me marrë vendimin pe gjykatës, që ato kena kuptunën se ky e rani 1 muj ditë përpara, e kish pas bartë në emën vetën Gjevdet Ibrahim Bunjaku. Qështë e ka qitaj, për mjas kuna kret, tash na do të më na sqaru gjykata. Kërkush nuk na jep dhona. Qysha artë të ky emën. E kena bon pa dijen, a shku në gjykatë. Gjykata na ka lëshu një vendim. Qërë është vendimi, na ka lëshu qëtë vendim. Edhe na kena mendu si çdo gjë është e kryme, në bazë të vendimit gjykatës. Edhe na të pritën, kena pas ndalesë, si që kë Gjevdet Bunjaku, sukur na kena pas ndalesë më ardhë tek të vendimi i gjykatës, na kena menu si që kë vendim e sjell për unë në emën tonin. Shka ka bon që kë Gjevdet Bunjaku, prap ka intervenunën. Dhe njëti në tërë, ka pravu në qitë katastrë, në qitë gjykatë. Edhe ja ka bartë qitë pasoni Besfort Kamberit nga Gjakova. 2 hektarë. Gjatë e një ari kanë kalunën në prënë tunën. 2 hektarë kanë kalunën në prënë qëtina Bunjakut, pe Bunjakut të Besforti. Neve mas shumë të nga ka interesu tash që shu bartë. Në bazë të vendimit gjykatës, që shu bartë në qëta 2 hektarë. Prap të Besforti. A e keni njoft ju këtë Bunjakun më herët? As Bunjakun, as kur raj. Edhe unë jam i bindu se ai nuk e di ku nga që ky mal. Po veç a shku në bazë katastrës. Edhe tash ai e ka marrë për përfitimet vetat. Ka menu si bja autostrada kësajde. Edhe e ka ble. Edhe e ka ble përmes 2 serve që të drënjofsit. Jo përmes gjëkyqve. Përmes një mëmqilës që të, dhe drënjofsit si është, ka kalun qëtë gjykat, tash në përdoj me ditën. Përmes kuna janë ble. Kush i ka ble, edhe qysh i ka ble. Pra ju e keni kuptu dhe keni dëgju për emrin e Bunjakut vetëm në procedura gjyqësore, kërë në majtë seancët? Në procedurën e mram gjyqësore, se 2 janë majtën, nuk ka konë emën të Bunjakut. Në 3. seancë, unë jem konën me dëshmitar aty, kur në ka të regu Jashar Gashi, gjyqtari. Tha mërë 2 hektarë, tha pas kanë kalu, tha të Bunjaku. Ta shani ta gjyqtar, tha tash, tha, i përkthejmë, tha krejt prunat, shka keni, se na kena pruna ka gja shumë, 6 vllazën jena, kem pruna shumë. Krejt kanë kalu në prunat në emën tonin, vetëm që 2 hektarë ju, tash tha du të me shku, tha me padi. Për ta sqaruar këtë situatë, ne kemi kontaktuar me noterin Bedri Godanci. Ai tashmë ka dalë në pension dhe thot se nuk i kujtohet kjo lëndë. Po që nuk jam se ka kalu kohë gjatë nëse jam pension. Kështu që unë për këtë punë nuk di çfarë më thonë, se s'ka ma qasin dosje. Unë nuk besoj se apo kontratë nëse fletë proceduse, ka shkru si ka mos përkohshme. Unë në pension këm dalë me 17 vetor 2024. Vendimin që kemi na mos përkohshme është marrë në vitin 2022. E këtu kontrata e shitblerjes është realizu në vitin 2023. Po mirë, po të thomë tash të nëse në fletë proceduse nuk ka shkru si ka mos përkohshme, unë s'kom pas një ani. Drejtoria për kadastër, gjeodezi dhe pronësi në Klin thot se për pronën në fjalë nuk ka pranuar asnjë akt vendim gjyqësor, se ndaj të njëjtës ka mas të përkohshme. Saj për këtë rastit specifik që ju përmendin në zonën katastrale Drenoc, ju informojmë se bazuar në evidencat zyrtare të pranimit dhe dorëzimit të lëndëve të regjistruara në arkiv protokollin e drejtorisë, nuk figuron i pranuar apo i regjistruar asnjë akt vendim gjyqësor për mas të përkohshme, të cilit i referuani dhe të cilin e keni përcjell në formë fotografie.
Sipas legjislacionit në fuqi, drejtoria është e obliguar të veprojë vetëm mbi bazë të akteve zyrtare të pranuara përmes kanaleve institucionale dhe që kanë fuqi ekzekutive. Prona si shtëpi, troje e male të banorëve të fshatit Zajm kanë kaluar në pronësi të personave të tjerë në kohën kur ata ishin duke i rregulluar dokumentacionet. Banorët disa herë rresht kanë protestuar dhe së fundmi edhe kanë dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë e Pejës. Prindi ka pagu për vitin 1967. Kem dokumentacionet mjaftueshme. Çka ka përgjegjësi penale dikush që tu ka me marrë pasojë ligjore. Në tash për korrekt edhe unë edhe njëra. Nuk po du më ngarkun me thonë ju shkomën në një avokat edhe me pagu avokat se ndoshta nuk i keni mundësit, sidoqoftë. Jo që do dokumentacionet qetina. Mundi me shkun të zyta ndihme juridike falas. Edhe ata më ndihmu juve me parashkruan kallëzim penal. Çat kallëzim penal ka shkollave vish me dorëzuar këtu. Sot gjatë ditës. Edhe çaj kallëzim penal mbrana ditës ndahet te prokurori i shtetit. Mbrana ditës prokurori i shtetit e merr Landën edhe pisha ti momenti që e merr Landën përgjithësia ka lënë te prokurori i shtetit me shqyrtu këtë çështje. Realisht sot i pranuam disa banorë të komunës së Klinës, të cilët shprehën shqetësimin lidhur me disa prona dhe tjetërsimin e tyre. Ne paraprakisht biseduam me policinë e Kosovës, të cilët na njoftuan stacioni policor në Klinë që janë duke ndërmarrë veprime në koordinim me prokurorin e shtetit. U kërkuan nga ata që na fatin optimal të deponohet në prokurori të gjetura, të cilat janë dhënë me autorizimin e prokurorit të shtetit, mirë po sot i ofruam edhe banorëve që përmes zyrës juridike falas të koordinohen me ta të përpilojnë një kallëzim penal dhe mbas të gjeturave të njëjtin kallëzim penal ta deponojnë edhe në prokurori, në mënyrë që kjo përmes sistemit SMIL të ndahet te një prokuror i shtetit dhe të trajtohet brenda një afati optimal. Shqiptues të nderuar, në këtë situatë prokuroria duhet të sqarojë qartë dhe me dëshmi të kohës nëse prona ishte shitur në vitet e 60-ta dhe nëse në këtë rast ka një tentativë të dytë për të marrë para nga banorët duke shfrytzuar pamundësinë e rregullimit të dokumentacionit. Ajo që është faktike është që shtëpitë u ndërtuan në emër të pronarëve që tani i kanë, tatimet u paguan në emër të tyre e bashkë me to edhe orët e rrymës. Ne kaq kishim për sonte, ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.